Një grua shtatzën e cila u shpëtua nga ekipet e shpëtimit pasi kaloi rreth 50 orë në rrënojat e një ndërtese banimi në Mandalay, 2 ditë pas tërmetit 7.7 Richter në Myanmar, ka ndruar jetë, raporton AFP. Ekipet e shpëtimit menduan se i kishin shpëtuar jetën 35 vjeçares Matutu Lvin, por për fat të keq e shpallën të vdekur menjëherë pasi e nxorën nga rrënojat e pallatit 12 katësh, Sky Villa, i cili u shkatrua nga tërmeti i fuqishëm 7.7 ball të shkallës Richter, që goditi Myanmarin të premten e 28 marsit. Kujtojmë se numri i të vdekurve nga tërmeti sipas të dhënave të deritanishme është 1700, të lënduar janë raportuar 3400 dhe të zhdukur 300. Myanmari është në mes të një lufte të gjatë dhe të përgjakshme civile, e cila tashmë ka shkaktuar një krizë të madhe humanitare. Kjo e bën lëvizje në vend si të vështirë, ashtu edhe të rrezikshme, duke i ndërlikuar përpjekjet e ekipeve të shpëtimit dhe duke rritur frikën se numri i viktimave mund të rritet ndjeshëm. Tërmeti goditi mesditën e së premtes 28 mars me epicendër jo shumë larg Mandalay dhe u pasua nga disa pasgoditje, përfshirë një të fuqishme 6.4 ball. Tërmeti rrëzoi shumë ndërtesa, përfshirë disa njësi që strehojnë në punës civil të qeverisë, por ajo zonë e qytetit u bllokua nga autoritetet të shtunën.